Dhe kjo është ajo madhështia. Tash në këtë debatin e fundit mes Smajl Latifit e Bali Muharremit, e cilët e kanë një fargore për neshtat, për rushin kush e ka ma cilësor, vje kesh për na kemi kështojnë dhe qanë, ka dhe agronin unik, po si më shty kur me zvete, dhe pse kështu dhe desani është ma e mira. Flesta kanë thonë, bore shi i raft, e motilik mos u boft, i shkon fjalla për me fry shumë. Une sot jam i knaqën se në ka dasht me motë shumë, edhe vërtet po shihet që është një ditë e mirë, me porosit mira. Na u kryon kushtet, me ngjyra, me pano, i shijon bukurit natyrore, të hapësirës e gjerë të Deçanit, pra edhe bjeshtë e larta, por edhe në këstin, ne piktorëve, edhe letrarë, edhe muzikantë, edhe kushdo qoftë tjetër, jemi frymzuar prej shumësisë e ngjyrave, ose si e quajmë ne koloritit të ngjyrave. E është ditë e veçantë për shkak se përtej simbolikës që ne e kemi një falënderim për frutin e gështenjës, sepse kanë dikur në ekonomitë tona familjare. Edhe jemi shkollu dhe jemi vesh bath me ta, me këtë produkt. Pjesë e këtij festivali është edhe kolonia e artistëve që dikur ka qenë e famshme në Deçan dhe në edicionin e 7 ka artistë të ndryshëm të trevave shqiptare, mirë po që janë edhe prej Amerikës, edhe prej Gjermanisë, edhe prej Anglisë që vinë me na ndërru. Dhe kjo është ajo madhështia. Tash në këtë debatin e fundit mes Smajl Latifit e Bali Muharremit, e cilët e kanë një fargore për neshtat, për rushin kush e ka ma cilësor, vje kesh për na kemi kështojnë dhe qanë, ka dhe agronin unik, po si më shty kur me zvete, dhe pse kështu dhe desani është ma e mira. Dashtën kryetar i komunës, bashkim Ramosa, dashur bashkëqytetar Deçanit, fillimisht juve gjithë, pra Deçanas, knasimi ju drejtuve, në një ditë kaq të mirë, kryetari bashkimi e paton një fjalë, flesta kanë thonë, bore shi i raft, e motilik mos u boft, i shkon fjalla për me fry shumë. Une sot jam i knaqën se në ka dasht me motë shumë, edhe vërtet po shihet që është një ditë e mirë, me porosit mira. Bojnë ferment e Deçanit, që janë vërtet njerëz të vyshëm, që janë dur pune, e me cilat krenohemi, që ato dur e kanë majt këtë popull në të në kohnat, edhe ato më të fështire, edhe nena kanë majt në kohën e luftës për liri, me buke, me këtë qka në më ka desh, po ashtu, e vërtet është gështenja e Deçanit, unë nuk menoj që ka, si kjo në botë, është më e mira. Inderirori kryetar Ramosaj, në emën të komunitetit artistik, të falenderoj shumë, juve dhe stafin e juaj që ne mundësohet të mblidhemi sot në këtë vend pitoresk, rrënc Alpeve shqiptare, pra të shijojmë këtë vend që thënë sinqerisht që disa vjetë veç jam mishëruar në këtë vend, edhe ashtu vendinja ime është e lidhur me komunën e Deçanit. Andaj, na u krijon kushtet me ngjyra, me pano, i shijon bukurit natyrore të hapësirës e gjerë të Deçanit, pra edhe bjeshtë e larta, por edhe në këstin, ne piktorëve, edhe letrarë, edhe muzikantë, edhe kushdo qoftë tjetër, jemi frymzuar prej shumësisë e ngjyrave, ose si e quajmë ne koloritit të ngjyrave, që a thosë është një begatshmëri koloristike e fjalës edhe tingullt e tjera. Prandaj, artistët jemi nga gjitha viset shqiptare, që është edhe më madhështore, por i ftoj artistët të vinë në Deçan edhe atëherë kur nuk është kolonia, të marrin me vete edhe shumë njerëz tjerë, t'i shijojnë edhe t'ju tregojnë e t'i shijojnë këtë bukurin natyrore. Prandaj është e madhërisht me vërtet dita e gështenjës në komunën e Deçanit.